Një episod i Black Mirror mund të fillonte kështu. Brenda një ndërtese masive prej 260.000 metra shkatror me 20.000 banor të cilëve nuk u lejohet kur të largohen. Megjithatë, kompleksi ndërkombëtar i apartamenteve Regent ekziston në të vërtetë. Giganti i banesave ndodhet në Chanyang Century City, në lagjen tregtare Hangzhou Kin. Është bërë viral në mediat sociale me pamje nga droni të publikuara që tregojnë ndërtesën 39 katëshe në formë S. Brenda ajo straon gjithçka: dyqane, supermarkete, restorante, palestra, shkolla, pishina, spitale dhe mbi 5.000 apartamente. Apartamenti Regent International është plotësisht i vetëmjaftueshëm. 20.000 banorët, ekuivalenti i një qyteti të vogël, nuk kanë nevojë të largohen kurrë. Çdo nevojë mund të plotësohet pa u larguar nga qyteti vertikal. Kompleksi i projektuar nga arkitektja Alicia Lu fillimisht ishte menduar të ishte një hotel luksoz, por më vonë u shndërrua në një strukturë banimi. Ai ka 5.000 apartamente dhe 39 kate të rregulluara në formë S-je. Ndërtesa shtrihet në disa bloqe, duke zënë 260.000 metra katror, duke e bërë atë një nga ndërtesat më të mëdha në Kinë. Brenda përshkohet nga një rrjet i dendur korridoresh, balkonesh dhe dritaresh. Katet e poshtme strehojnë zona tregtare, ndërsa katet e sipërme janë të dedikuara për akomodim banimi. Mundësitë e akomodimit variojnë nga studiot bazë deri tek apartamentet luksoze të bollshme për familjet e mëdha. Kompleksi është gjithashtu i vetëmjaftueshëm nga ana energjetike, fal paneleve diellore dhe sistemeve të mbledhjes dhe riciklimit të ujërave të shiut. Çmimet ndryshojnë në varësi të katit dhe madhësisë së apartamentit. Njësitë më të vogla pa dritare kushtojnë rreth 191 euro në muaj, sipas një artikulli në agjensinë kineze të lajmeve Sina. Shtëpitë më të mëdha me balkone kushtojnë deri në 509 euro në muaj. Më shumë se sa një ndërtesë, Regent International është një eksperiment urban. Dhe ndërsa vetëmjaftueshmëria ofron komoditet dhe siguri, ajo ngre gjithashtu pyetje të reja. Të qenit në gjendje të plotësosh çdo nevojë brenda një ndërtese është shqetësuese. Banorët rrezikojnë të izolohen nga bota e jashtme dhe jeta e kufizuar brenda apartamentit mund të ketë një ndikim psikologjik dhe social. Ky gjigant banimi ngjan një kafazi të praruar. Jo vetëm që rrezikon të kufizojë lirinë sociale të banorëve të saj, por krijon dhe një mikrokozmos brenda vetes kur i prodhohen pabarazi të reja sociale. Pasuria zhvillohet vertikalisht. Ata që jetojnë në katet e sipërme janë të pasur dhe kanë qasje në shërbime ekskluzive krahasuar me ata që banojnë në apartamente më të vogla në katet e poshtme. Regent International nuk është vetëm banesa më e madhe në botë, por është edhe një eksperiment urban shqetësues që demonstron të gjitha rreziqet e një stili jetese hipercentralizues.